Kampionati kombëtar i voleybollit të femrave hyn në fazën më të rëndësishme të sezonit, atë të play-offit, ku çdo ndeshje merr peshë vendimtare për fatet e titullit kampion. Të shtunën me 11 prill 2026, ora 18 në Pallatin e Sportit Arefi Berberi, do zhvillohet gjysmëfinalja e parë mes Pogradecit dhe Skënderbeut. Hyrja do të jetë e lirë, çka pritet të sjellë një mbështetje të madhe për skuadrën vendase në këtë përballje të rëndësishme. Pogradeci vjen në këtë fazë pas një ecurie të qëndrueshme gjatë sezonit të rregullt, duke synuar të shfrytëzojë avantazhin e fushës për të hedhur një hap të sigurt drejt finales. Nga ana tjetër, Skënderbeu paraqitet si një nga ekipet e forta dhe me eksperiencë në kompeticion, duke kthyer këtë sfidë në një duel të hapur dhe të balancuar. Kjo përballje pritet të karakterizohet nga intensiteti i lartë e rivaliteti sportiv, ku detajet dhe menaxhimi i momenteve kyçe mund të bëjë diferencën. Sistemi play-off rrit ndjeshëm presionin mbi skuadrat, duke mos lënë hapësirë për gabime. Drejtuesit e klubit pogradecar dhe stafi teknik u kanë bërë thirrje sportazhëve të jenë të pranishëm në shkallët e Pallatit të Sportit për të mbështetur ekipin në këtë moment vendimtar të sezonit. Një sfidë që premton spektakël dhe emocione në rrugën drejt finales së madhe.